Selamu alaikum, jemi në podcastin e radhës, jemi live në Facebook, ta shtypin dhe TikTokun. Kjo është TikToku, se janë bodhe shumë e Instagram, e TikTok, e Facebook. Ja, Allah, gjithë kanë hakun e vetë. Varet ku janë përqendruar, thuj. Po, fix. Radhën e fundit që folëm për... Para, të lutem, edhe sa kemi... Edhe 1 minutë. Më mirë, ta bëjmë bismillah në fundit edhe... Po, pa tjetër. Bismillah. Për traditës profetike është të vonosh syfyrin e të shpejtosh iftarin. Pra, ta mbyllësh, si me thonë, në sekondat e fundit është më e mira që syfyrin. Kurse iftari nuk vonohet, iftari shpejtohet. Sa hapet, duhet me hap. Për traditës profetike nga siç na ka mësuar pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam. Sallallahu alaihi wasallam. Jemi në Facebook live, jemi në Instagram live, jemi në TikTok live. Folëm herën e fundit mbi moralin, ishim 1503 ajete. Shumë. Dhe tani do të dalim të flasim pak për devotshmërinë, pasi 2 nga shtyllat kryesore të cilët mbahet feja islami është devotshmëria dhe morali. Ose si tha pejgamberi, 2 gjëra që do t'i çojnë më shumë njerëzit në xhenet. Devotshmëria, taqwa edhe husnul khuluq, morali i lartë. Dhe ngelemi tek devotshmëria dhe ngelemi tek muaji i Ramazanit, që shpesh herë cilësohet edhe muaji i devotshmërisë. Pse? Zemra e Ramazanit, siç është ajeti, o ju që keni besuar, ju është bërë juve obligim, siç ka qenë obligim për popujt e mëparshëm, agjërimi në mënyrë dhe jep zemrën e kuptimit të muajit mëndshëm të Ramazanit. Ka thonë la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë. Devotshmëria është gjëja, prandaj kam i sqarisë sot për gjithë vëllezërit edhe motrat që na ndjekin. Në fakt është shumë e çuditshme, ne gjithmonë bisedojmë që të ketë kaq shumë njerëz në një mëngjes kaq të hershëm. Kjo është vetëm për bekimin e madhit, Zoti qofshin fal. Dhe un kam i sqarisë për gjithë vëllezërit dhe motrat që na ndjekin. Devotshmëria është zemra e besimit, zemra e Ramazanit. Të devotshmit janë më të nderuarit dhe më të bekuarit ka Allahu. Kurani ka thënë inna akramakum indallahi atqakum. Tha më të nderuarit për jush janë ato që janë më të devotshëm. Nuk tha janë ato që janë më të pushtetshëm, nuk tha ato që janë më të pasurit, nuk tha ato që janë më të njohurit. Tha më të devotshmit janë më të nderuarit. Zoti i gjithësisë, kush e ka parasysh Kur'anin famlar, grupin që ka respektuar dhe nderuar dhe sqaruar dhe bekuar dhe që tregon për shpërblimet e pafundme të jetës saj bote dhe të botës tjetër janë të devotshmit. Tani për t'ju drejtuar pyetjes tuaj. 11 muaj jashtë Ramazanit e kemi super të vështirë të bëhemi të devotshëm që të gjithë. Kush është sqariqi? Sqariqi për gjithë vëllezërit dhe motrat e nderuara që na ndjekin është që në këtë muaj ne të gjithë bëhemi devotshëm. Prandaj do t'i bëj një apel shumë të madh vetes time dhe të gjithë atyre që na dëgjojnë. Mos lejoni shejtan, njerin sipërfaqen e tokës, t'ja u marri, t'ja u cënoj devotshmërinë në muajin e mëndshëm të Ramazanit. Muaji i Ramazanit është formuluar nga Zoti i gjithësisë, që asnjë nga të bekuarit musliman dhe muslimane, besimtar dhe besimtare, njerëz Zotit sipërfaqen e tokës që duan ta agjërojnë, mos dalin jashtë rrethit devotshmërisë. Për shkak se Zoti inallahu yuhibbu al-muttaqin. Zoti thot i don ato që janë të devotshëm. Dhe në muajin e mëndshëm në veçantë është bekim pastaj për atë që edhe 11 muaj të tjerë është i devotshëm. Po themi nëse njeriu përpiqet muajin e Ramazanit të ndjeki rregullat, harmoninë, formulën që është vendosur në Ramazan, vështirë se del nga rrethi i devotshmërisë. Dhe në kohën që futet në rreth të devotshmërisë, është futur në rrugën e bekimit të kësaj bote dhe të botës tjetër.
Do t'i thoja të gjithë vëllezërve dhe motrave të nderuara e të bekuara që na ndjekin, mos të lejoni askënd t'ja u prishi bekimin dhe devotshmërinë e muajit mallnushëm të Ramazanit. Sepse për shembull, nga një herë mundet ndodhi, se s'bëjnë gjithë jetën që bëjmë ne. Unë për shembull kam një jetë më të kufizuar, nuk ka shanse njëri ndërhyj mund në Ramazan. Mundohem dhe jashtë Ramazanit patjetër, por po flasim për këtë muaj të bekuar. Për shembull, vjen iftari. Han iftar dhe në vend se me shku për shembull në xhami me fal teravite, yacin, ose edhe në shtëpi, jo i shok, jo i shoqe, jo i situatë, hyn gjinaf. Hasha lillah. Hasha lillah, Zot na ruaj. Kjo s'duhet me leju këtë në Ramazan. Këtë s'duhet me leju as jashtë Ramazanit, po tani do ta kthejmë dogma, do flasim realitet. Jo, realitet do flasim. Atëherë, po flasim për muajin e mallnushëm. Duhet me pas kujdes edhe i bëj apel gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin. Mos lejoni asnjë t'ju cënoj muajin e mallnushëm të Ramazanit për t'u bërë devotshëm. Çfarë do themi gjë? Çfarë është devotshmëria? Për kushtim ndaj Zotit. Devotshmëria shpjeguar thjesht. Do të thot, i devotshëm është ai që i bindet urdhrave të Zotit dhe ndalohet nga ndalesat që ka vendosur Zoti. Kaq thjesht, mos shkojmë më tej. Në muajin e Ramazanit, edhe disa gjëra që kanë qenë të lejuara janë ndaluar për t'u bërë më i devotshëm akoma. Ushqimi, pija, afrimi me bashortën gjatë syfyrit deri në iftar. Pra jo që ti fillon bosh i devotshëm, po ti shton edhe gjëra të tjera të cilat e konsolidojnë devotshmërinë ndaj Zotit gjithësisë. Dhe ka thonë gjithë dietarët ose është vendos si parim që i madhi Zot vëllai i dashur. Ka vendos 3 gjëra në 3 tjera. Ka vendos kënaqësinë e tij tek bindja ndaj tij. Ka vendos hidhrimin e tij në mëkatet ndaj tij. Ka vendos prishjen e raporteve me njerëzit e tij kur i cënojnë të dashurit e tij në tokë. Që do të thotë, qofse don me fituar kënaqësinë e Zotit, mos në vlerëson nga veprat e mira asnjë, se të gjitha ato mund bëhen sebeb që Zoti të jetë i kënaq me ty. Në të njëjtën kohë, mos në vlerëso asnjë nga gjinafet, në veçanti në muajin e mallnushëm të Ramazanit, sepse gjithsecila prej tyre mund bëhet sebeb që Zoti i hidhrohet. E treta, mos në vlerëso asnjë besimtar. Asnjë sipërfaqe në tokës, por në veçanti besimtar. Në veçanti agjërues ose agjëruese, mos në vlerëson njëri sa i mund të jetë i dashur i Zotit. Dhe ti e në vlerëson ose e fyen ose e paragjykon dhe nuk sillesh mirë, le ta dish që Zoti me ty i prish raportet kur ti cënon të dashurin e tij. Kjo është, mund të themi, rrethi i devotshmërisë, në të cilën çdo kush që përkushtohet bëhet nga devotshmi, nuk ka nevojë me qenë hoxh. Te duhet ta themi. Nuk ka nevojë me ditë gjithë Kur'anin përmendsh. Në muajin e Ramazanit janë gjithë të mundshëm që të jenë të devotshëm dhe nga dashurit e Zotit. Sa mundet që për shumë Ramazani për këtij momenti të devotshmërisë, për gjithë vërtetës, edhe në muajin e Ramazanit prap, edhe pse domethënë ka shumë faktorë cilët e mbajnë njeriu lidhur me devotshmërinë. Edhe këtu brenda në muajin e Ramazanit prap do gjet një hapësirë, një ditë ndryshe nga një tjetër, mund të kesh folur diçka më tepër, si mund ta rikuperojmë këto, po brenda Ramazanit që sepse nga i herë domethënë edhe na vjen ai mendimi që unas na gjerim si jam tamam, e bëra këtë përgojimin ose fola këtë fjalën ose kam përshtypjen se janë gjëra që asnjëri si shpëton dot. Nuk po flasim për i fjalë. E ne si shqiptar e kemi zakon me thonë shumë fjalë. Po duhet mundu maksimalisht që mos me e bë. E bëm, do pendohemi ke i madhi Zot. E rëndësishme është që në fokusin ton të jetë dëshira për të bërë diçka të mirë. Të mundohemi që gjatë gjithë kohës, gjatë agjërimit dhe gjatë natës, kohën që jemi zgjuar dhe jemi të mundshëm, ta përmendim Zotin edhe të na shtohet dashuria dhe respekti për të. Për shembull tregohet për Ahmed ibn Hanbali dietar,
se është muaj për gjithë pra. Jeta është e hapur për gjithë për që jenë devotshëm, po me që jemi në muaj të madhnueshëm të Ramazanit, po jam një shembull se ai që ty të mbush mendjen, ndoshta është më lart se sa ty shumë. Dhe Ahmed ibn Hanbel shkon në xhaminë e pejgamberit Muhammed alayhis salam për vizitë, pa i thonë askujt. Shkoi për devotshmëri, për asketizëm, për relaks shpirtëror. Emri i tij ishte shumë i madh. Si fytyrë nuk e njihnin. Pasi fal namazin e yatsis, ai nuk njehte njeri atje. Dhe mendoi që të pushoj në xhami. Roja i xhamis e kishte urdhër që mbas namazit yatsis, pra sa të mbarojshin lutjet e synetet e këto, duhet patjetër xhamia të boshatiste për të pastruar, për të rregulluar, se vizitorët ishin shumë. Dhe nëse u lënte ajo hap, njerëzit do ishin me shumicë aty që flenin. Dhe merren masat për të mbyllë xhamia dhe Imam Ahmed ibn Hanbel, dietar shumë i madh i umetit islam, një nga 4 shkollat juridike islame, dhe kur dëgjoi që njerëzit duhet dilnin pak që kishin mbetur, i tha atij, un jam nga larg, nuk kam ku të shkoj. Dhe mbasi shkëmbeu fjalë, ai roja për çastin u mërzit, e mori nga krahu kështu dhe deshta nxjerri, pak si me nxitim. Okej, i tham qofse, pra, dakord. Po vazhdoi. Një që ishte afër aty e pa. Ai ishte nga Medina. Edhe i tha, je nga larg? Tha, jam nga larg shumë. Mi i tha, do vish në shtëpinë time, po para se të vish, do shkojmë ke furrim ku pjek bukët, sa të mbaroj, edhe ikim për shtëpi. Do rish ke unë, mos ki merak, se unë të pash që ishe në siklet. Zoti tash përbleft. Tha, si arris në xhami, u bë riske ky njeri i Zotit. Ai që i bëri përshtypje, kur bënte punën, që i pishte bukët, e përmendte shumë të madhin Zot. I bëri përshtypje shumë. Se nga herë një njeri neve që ka një zanat, jo po ky s'di shumë Kur'an. E rëndësishme është atë që dim ta zbatojmë. E të jemi të sinqert, me zemra të pastra, e ta duam të madhin Zot, i hap rrugët vet, të jemi të devotshëm, edhe çdo gjë shkon ashtu siç duhet. E shifte, i bonte përshtypje shumë. Edhe pasi ai mbaroi dhe rrugës duke shkuar në shtëpinë e atij, e pyeti, kështu je gjithmonë? Pra s'mërzitej, priste derisa buka të piqej, nuk u mërziste, vetëm përmendte Zotin. Elhamdulillah, subhanallah, Allahu ekber, la ilahe illallah, la haula wala quwwata. Këto fjalët e famshme islame. I lartësuam një i madh i Zot, gjithë falënderimet takojnë ty. Allahu ekber, Zoti është më i madh, i qofshim atij fal. Lum në Kur'an ka thënë sebbih isme rabbikal a'la. Madhëroje shumë emrin e Zotit tonë më të lartit. Subhanallah që themi ne. Allahu ekber do të thotë që gjithë janë veçër përveç atij që është më i madh. La ilahe illallah do thotë lej zotat e rrejshëm se është qesharake, merur me Zotin që është i gjallë, s'vdes kurrë. Edhe ky me këto fjalë. Para se më arrit ke shtëpia, i tha, a ja ke pa hajrin? I tha ai shumë. Ndoshta tha të vjen çudi, po gjithë lutjet mi ka pranuar i madhi Zot. Valla. I ka pranuar sa. Dhe mi pranon shpejt. Pra ishte fut në përkëdheljet e Zotit gjithësisë. Mi pranon shpejt tha. Kur u hap dera dhe hyn brenda, i tha ulu këtu. Sa ul, por i tha jam i mërzit. Për i gjë. Tha çat ka mërzit. Një lutje tha u bëra disa kohë, po Zoti akoma nuk ma ka pranuar. I tha çfarë është ajo? Tha i lutem Zotit se kam dëgjuar për një dietar të madh në Bagdad. Bagdadi atko ishte kryeqendra e Islamit, e shkencës, e zhvillimit, e bibliotekave, e spitaleve, e me radhë. Darul Hikme për shembull ishte një nga pishtarët e dijes botërore. Ebu Musa Muhamedi al-Khawarizmi, që shpiku algebrën në këto, ka qenë drejtori i madh i Darul Hikme. Darul Hikme ishte shkolla dhe fakultetet e mëdha të mençurisë dhe dijes. Por këtë kohë po flasim, dhe ky dietar i madh ishte në kryeqendrën e botës islame në atë kohë. Çaj e luti tha, dhe ishte mbështetur në fakt, se sa u mbështet se ishte dhe i lodh. Çaj e luti tha, jam lutë tha me taku dietarin e madh Ahmed ibn Hanbel, po ai në Bagdad tha unë Medinë. Por tha, ndoshta është lutje, pra mos e kam tepruar me lutje, lutem unë kush jam unë të takoj këtë dietar të madh. Dhe ai siç ka qenë pak i mbështet, mori pozicion. Tha, o vlla,
Ai din ti tha që ti je më i mirë se Ahmed ibn Hanbel. Se ti tha u bërë sebeb që Ahmed ibn Hanbelin ta nxjerrin me nxitim nga xhamia për të ardhur për të plotësuar ty lutja. Sa aty e kuptoi që ai groja s'kishte për ta lënë kurrë në xhami, se duhet vite për vizitë ke shtëpia e këtij dhe ta takoj. Allah. Edhe e përqafoi. Pra megjithse ishte një person i thjesht në të duket jashtme, ai ishte i dashur i Zotit dhe nga të devotshmit. Prandaj i them dhe një vëllezërve dhe motrave që na ndjekin që në muajin e Ramazanit duhet gjithë me qenë devotshëm e me qenë nga ato që Zoti është i kënaqur me ne. Vetëm do të pyesë për diçka tjetër para se të shkojmë domethënë drejt një teme tjetër, por para futemi vetëm pak tek Facebooku, tek Instagrami dhe tek TikToku. Unë kam një problem që nuk e mu fik celulari, qofse se kam iden. Qofse në një nga çunat e gat hap me. Sa jemi në Instagram, vetëm thjesht. 3100. 3100, jemi 1200 në Facebook. Vetëm do kisha dash për shembull që këto se shoh shumë komente, nga vjen selami, nga po shifemi, sepse kam përshtypjen. Më shumë do ishte më interes edhe pjesa që a i kemi rujt kufit apo jo, pra jo me tregu gjithse cilit metën e veta, ashtu po, apo bojmë të devotshëm në Ramazan. Pra, dhe ishte me interes më qoftë se kanë mundësi edhe me thonë drejtën, pa i se është dhe që i problemat, një gjosh temën apo të shkrush mesazhet. Po në qoftë se na jepni edhe një ide që a jemi duke u bë devotshëm në Ramazan apo diçka po na pengon? Kjo është një nga pyetjet që duhet të dialogojmë me njëri tjetrin, me thonë drejtën që me herë Italia që i ka pak më shumë aktive. Sot Ermal Dardanjori selam nga Firenca, pastaj që i ka nga Bari Italia, Banhaka. S'po dëgjoheni thot shumë, nuk dëgjohet shumë në Instagram? Duhet ta ngrem zërin më shumë. Okay, ngreni zërin më shumë atëherë. Ankohen shumë për këtu, nuk e di tani si është. Nga Tropoja, Labinoti Ibrahimi nga Gjermania, Valbona Makiqi nga Prishtina, nga Vjena, selam aleikum nga Kavaja, Brian Ersa, nga Padova, nga Tetova. Po çka ka bërë vaki se 2-3 shoh nga Italia? Po pra, Italia që ka shumë aktive. Kosova, shikoj, Tirana, Maqedonia, Zvicra, thot Allahu i rujt, Ana Freitag. Gjermania, jo, tani u bon aktiv se se kanë dëgjuar mirë. Jo, se kanë dëgjuar mirë, po jo gjithmonë që nga Gjermania, prapë Italia, selam. Por që na shkruani edhe për një gjë që apo ndjehemi më të devotshëm, më të mallnushëm të Ramazanit, sepse është gjinaf i madh. Po ja shtroj vetes time si apel, s'duhet paragjykoj askënd, por nuk duhet lejojmë kërkënd askënd na hyn devotshmërinë më të mallnueshëm të Ramazanit. E kemi vëlla me merak. Edhe ndonjë pyetje për shkakun që mund të jetë si mund. Po brenda sa kohë do kemi. Shiko, të pyeta përpara tek dhe bëri shumë përshtypje qasja që paten mbi mëshirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe më thej që ai ka qenë një mëshirë në ekuilibrat plot, pra nuk ka qenë mëshirë kaotike. Dhe lidhe shumë bukur me universin. E lidhe shumë bukur me atomet e dorës që kanë qenë shumë në univers. Një nga gjë që më po përshtypje është që kjo është pjesa dhe fusha që ty të pëlqen shumë. Jo, un kam shumë dëshirë të na pëlqejë të gjithëve për hir të vërtetës. Sepse Zoti shpesh na thret, shikoni si ju krijova, u thonin tokë, shikoni si filloi krijimi, a nuk shikoni madhështitë e qejve dhe tokës. Dhe sot është shtuar informacioni. Kuptohet si mas mundësisë, po sot janë bërë dhe thjeshta. Sikur për shembull në Instagram, në Facebook, nuk e di, besoj edhe në TikTok, qofse ti klikon një gjë, ajo e ka vetë probabilitetin që informacion të asaj t'jep. Po, kjo një algoritëm. Kërkove për shkencën, të vje shkencë. Kërkove femra do të dalin. Çat kërkosh do të gjesh. Për Ramazan një herë jena në Ramazan tani. Po jo e kam edhe jashtë Ramazanit që këto e kanë probabilitetin të t'japin atë që kërkon. Me thënë drejtën,
atomet, po flas gjithë trupit, po flas dorës. Kanë bëu udhëtime në univers, që në krijimin e tyre. Dhe është shumë e çuditshme, i qofshim falt Madhit Zot nga çudirat e krijimit të tij, që ne do vdesim dhe këto atome do vazhdojnë. Atomi nuk vdes. Pra ne realisht nuk vdesim. Atomet, që është baza e çdo sendi, çdo gjë në univers fillon nga atomi, është baza e çdo sendi. Neve atomet që kemi do vdesim dhe ato do vazhdojnë në hapësirë. Se ku, se si, vetëm i Madhi Zot e din. Pra nuk ka arrit shkenca të di se ku shkojnë atomet përgjithsisht, jo vetëm njeriu. Por po flasim për atomin e hidrogjenit. Është bërë ekzistent, është tjetër gjë kur arriti ke njeriu këtë trupi jon. Është bërë ekzistent kur ka shpërthyr Big Bangu. Atomi i hidrogjenit është i pari. Dhe nga 3 minutat e para deri në 380.000 vjet është formuar atomi i parë i hidrogjenit dhe bashkë me të i heliumit, po i heliumit nuk bën pjesë ke elementet që ka njeriu. I hidrogjenit vetëm ke ujë, është me shumicë që është 75% e trupit tonë. Tani imagjino kur ky atom është krijuar përpara se të krijohen yjet dhe përpara se të ndodhin ato shpërthimet që tham. Ato janë elementet e tjerë që e përbëjnë trupin, tokën e me radhë. Imagjino sa herët është atomi i hidrogjenit dhe i gjendet në trupin tonë. Tani çau udhëtimi ku ka qenë përpara? Kanë kalu miliarda vjet, po flas para 13 miliard vjetësh kur ndodhi Big Bangu. Imagjino sa vonë ka ardhur njeriu. Në këto miliarda vjet to atomet tuaja, të mia, gjithë vëllezërit dhe motrat që kanë, ku kanë qenë? Sa ato kanë ekzistuar që atëherë që i ka kriju i Madhi Zot, janë sot dhe do të vazhdojnë dhe mos i të vdesim ne. Përveç mineraleve të trupit, aty zhbohet me mineralet. Kur të shkojmë në varr, mineralet e trupit ton do shkrihen natyrshëm tokë dhe do jenë ushqim për bimët. Asnjë gjë nuk vdes, vetëm transformohet. Shkencërisht nuk po flas unë. Kjo është dhe me Islam, po shkenca po e vërteton dita ditës. Mas 380.000 vjetësh janë dashavarësisht 2 milion vjet për të kriju yjet. Jemi akoma në fazat fillestare. Thot Zoti i gjithësisë i gjotë bukur, thënë shkencëtarët, nga 3 minutësh deri 380.000 vjet, universi nuk ka qenë transparent. Kanë qenë në formë në tymi dhe të pluhurit që ti nuk shikoje do të drita nuk depërtoj. Kurani thot sure Fusilet, që të emocionon dhe thot, dhe pastaj ai ju drejtua qiellit, dhe ai ishte tym. Thumë stawa ila sema wa hiya dukhan. Flet për fillimet e krijimit dhe flet për fazën e parë që shkencëtarët e kanë super të saktë, vërteton Kurani më fuqishëm. Ju drejtu qiellit thot dhe ai ishte dukhan, ishte pluhur, nuk shikoi, nuk ishte transparent. Për Zotin po ne sot që e studiojmë, ai nuk ishte transparent kur mori formën e përsosur atomet e hidrogjenit dhe të heliumit, drita filloi të depërtoj dhe filloi të bëhej më transparent. Pastaj erdhën krijimet e yjeve. Dhe yjet janë si njerëzi, si çdo krijesë tjetër në këtë univers. Ka një rini, ka një moshë mesme dhe ka një plakje dhe ka një vdekje, një shpërthim supernov. Po mrekullia ka ndodhur këtu. Këto po flas para 10 miliard vjetësh, 8 miliard vjetësh, se planet e Zotit nuk janë sot për nesër. Janë të pafundme sa ai është i përjetshëm. Pastaj ka ardhur koha që yjet shkojnë drejt plakjes. Dhe në kohën që shkojnë drejt plakjes nga rinia e tyre deri në plakjen e tyre, përpara se të shpërthejnë në supernovë që ne mund ta quajmë vdekje, prodhohen gjithë elementet e tjera, se në fillim tham ishte hidrogjeni dhe heliumi. Në nxehtësinë e madhe të yjeve prodhohen elementet e tjera. Kush janë elementet e tjera? Oksigjeni. Oksigjeni që thithim ne, bazën e ka nga yjet. Karboni, që është element kryesor dhe i ADN-s. Kalciumi, magnezi, që themi ne. A themi ne, shkoj ke doktori i thot ke nevojë për magnez, ke nevojë për hekur, për hemoglobinën. Ngjyra e gjakut që është e kuqe është për hekurit. Të gjitha këto janë prodhuar në yje. Dhe shkencëtarët një zëri sot kanë ixhma, siç themi ne ixhma, që thonë ne jemi pluhur i yjeve. Kjo është shkencore e pastër, e argumentuar në të gjitha dimensionet e veta. Dhe Zoti i gjithësisë përpara miliarda vjetësh ka vendosur që kur të vdesin yjet, hapen hapësirat për të krijuar njeriu. Se shpërthimet e supernovave i kanë pas gjitha këto elemente që ka nevojë trupi. Hidrogjeni, oksigjeni, karboni, magnezi, kalciumi, me radhë elemente që ka nevojë trupi domosdoshme, që kur mungojnë ato, humb stabiliteti dhe ekuilibri që folëm ne. Kur ka shpërthy pluhuri i madh,
kozmik i këtyre shpërthimeve të mëdha, bashkë me elementet e hekurit të gjitha që kanë pas, janë bërë sebeb që të krijohet toka. Dhe brenda tokës ka ardhur pastaj krijesa më e lartë e Zotit që quhet njeriu. Dhe të gjitha karboni, oksigjeni, këto atomet të elementeve të tjera janë në dora jonë. Se e bora këtë pasqyrë me dalë këtë dora pra. Këto atome që ne i shohim trupin ton, që nuk i shohim me sy, po që se ato shihen vetëm me mikroskop, po të them që janë pjesë e miliarda vjet që kanë udhëtuar nëpër univers. Dhe sot janë bërë pjesë e trupit ton. Kohën që vdesim ne, ato nuk vdesin, atomet nuk vdesin. Njeriu në të vërtetë nuk vdes, shpërbohet. Derisa Zoti pastaj të japi urdhër që ne dalim përpara tij, siç na krijoi herën e parë, do të na krijojë neve përsëri. Edhe majt e gishtrinjve. Edhe siç e keni pas edhe majt e gishtrinjve normal. Subhanallah, e Zoti. Jo, kjo që po tregon ka vetëm një mirësi shumë të madhe, sepse ne zakonisht për shkak kur flasim për krijimin e Zotit kur s'kemi hyrë kaq thellë. Po kur flet domethënë me gjitha që tek atomi, që tek oksigjeni, që tek hidrogjeni e gjitha, atëherë e kupton mund të që ky Zot ka qenë mrekullueshëm krijimin e këtij universi, nuk e ka lënë asgjë pa kuptim. Për shembull, themi gjë. Ne folëm vetëm për atomin. Se jemi mësuar shumë herë më bëj Allah se po ndërpres, jemi mësuar shumë herë me atë pjesët dogmatike shumë të thjeshta, më të bëhet çdo gjë kështu. Po u bë dhe bëhet, po është bëhe përsosur. E përsosur, po kur tregon domethënë në mënyrën dhe etapat e krijimit, tregon për madhështinë e Zotit, nuk e di domethënë, jemi aq të vegjël përpara. Kuptojmë, domethënë gjitha këto që po zbulohen sot, thjesht na bëjnë të kuptojmë një nuancë të fuqisë të pushtetit absolut dhe të gjithë mençurisë dhe gjithë dijes tij. Sa jo shumë më i madh se sa ajo që ne kuptojmë. Po me logjikën që ne na ka dhënë, ne aktualisht mund të kuptojmë vetëm elementet e 7 qejve që kanë lidhje me Big Bangun edhe me ndërtimin e 7 qejve të tokës. Pastaj Zoti ka qenë i përjetshëm, do të jetë i përjetshëm se çfarë ka krijuar ai midis asaj që ne e njohim si kohë që filloi me krijimin e universit. Kjo është e pafundme. Ne po flasim për miniaturën që ka lidhje me ne, po të paktën këtë sa më shumë të kemi mundësi, se ne folëm për shembull për atomin. Atomi është baza e jetës së çdo sendi. Kurse baza e jetës çdo qenie të gjallë është qeliza. Dhe spektakli më i madh që e përmend Kurani, se thotë për shembull ku është qeliza, përmendet në Kur'an? Yukhriju meyyita min al-hayy wa yukhriju al-hayya min al-mayyit. Thot nga e vdekur nxjerr të gjallin dhe të gjallën e bën prapë të vdekur. Kur kaloi sendi, elementet që u krijuan dhe u bë qeliza parë, molekula parë e gjallë që ju dha jetë, kjo është nga e vdekura u bë e gjallë. Dhe kjo ka 3 alternativa, s'ka të katërt. Orasia, atë që sishte e gjallë u bë e gjallë, dhe asnjëherë s'ka ndodhur dhe nuk e përcakton asnjë gjë rasia të krijojë diçka. Kjo është e falimentuar. E dyta është që e bëm ne veten tonë dhe krijimin, gjë e cila nuk na rezulton që ne të kemi krijuar veten tonë, dhe e treta është krijuesi absolut, nuk ka alternativë tjetër. Dhe është krijuar Ademi alayhis salam në formën më të përsosur dhe më të mrekullueshme, ku brenda qenies tij janë krijuar 37 trilion qeliza. Jo miliard. 37 trilion qeliza do të thot 37.000 miliard. Qelizat gjalla që të funksionojë organizmi jon. 100 miliard kanë nevojë sepse këto 37.000 miliard qeliza kanë 200 funksione në trup. Një nga ato është për shembull 100 miliard qeliza duhen për funksionin e lëkurës. 100 miliard tjera neurone duhen për funksionin e trurit. Ti po më shikon mua apo jo? Apo e shikojmë njëri tjetër? Apo na shikojmë vëllezërit e motrat? Po, 125 milion qeliza i ka retina syrit për të parë. Allahu. Pra janë pafund mrekullitë e Zotit. Allahu. Dhe neve, qofse janë 33 që na dëgjojnë që e duan dijen, duhet studiojmë shumë. Ne duhet ta studiojmë qelizën, ne duhet ta studiojmë universin, ne duhet të studiojmë krijimet e Zotit, ne duhet të zbulojmë shumë nga perlat që ai ka kriju. Ne si musliman nuk na takon që vetëm të lexojmë dhe të kënaqemi, po edhe duhet të zbulojmë. Dhe kjo është një nga do të thoja detyrat më të mëdha. Ne duhet marrim pjesë sot në gjallërinë e botës. Ne duhet kemi zërin ton për të mirë, sepse Zoti na ka thënë neve që çdo gjë që është e mirë implementoheni në tokë, çdo gjë që është e keqe largoheni, dhe bota ka nevojë për njerëz
që i udhëzon Zoti dhe mundohen që të vënë ekuilibrat në tokën ku jetojmë. Kjo pjesa e Ademit dhe të krijimit, ne kemi bërë dikur një bisedë dhe kam shpresoja më të një nga podcastet dashme do të ngacmoj te krijimi i Ademit. Sot ne kemi hall se kemi thënë sot na mësoi çik organizmi me syfyrin sepse jemi akoma në ndryshim. Mund të jemi domethënë drejt fundit, mund ta mbyllim me një dua, ose me një lutje. Nuk diskutohet me kënaqësi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa attamu taslim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. I madhi Zot të qofshim fal, të falenderojmë pa fund për çdo mirësi që ti na dhe neve. Lutemi i madhi Zot në këtë muaj të begat, agjërimin ton dhe veprat e mira na i bësh të pranuara. O Zot, të lutemi shumë të na falësh neve të gjitha kusuret që i kemi, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhi salam. O Zot, të qofshim fal, të lutemi të na bësh neve në veçanti në këtë muaj nga njerëzit e devotshëm. Na bësh nga të cilët e respektojnë madhështinë tënde, përkushtohen me shpirt edhe me zemër që në këtë muaj të plotësojnë të gjitha detyrimet, për të qenë njerëz siç i takon krijesës ndaj krijuesit dhe siç i takon njeriut të drejtohet e ta respektojë të madhin Zot. Të lutemi i madhi Zot, ruaj familjet tona. Ruaj familjet tona dhe në veçanti fëmijët tanë që po rriten. Sfida të mëdha i presin. Të lutemi o Zot, bëj ato nga dietarët, shkencëtarët, hafiz Kuranit famlart. Të lutemi i madhi Zot, të rinjtë dhe të rejat, bëj ato që të studiojnë sa më shumë, të jenë të moralshëm dhe të gjykojnë me mençuri dhe jo me pasion. O Zot, i jepi dritën tënde të madhe dhe ruaj nga errësirat dhe veset e shejtanit mallkum. Të lutemi i madhi Zot, na bësh neve nga ato që kur të vi çasti që tu thëjmë nga kjo botë themi fjalën la ilaha illallah, dhe ti i madhi Zot në ato çaste të jesh i kënaq me ne. O Zot, lutemi, bëje Kur'anin, bëje Ramazanin, bëje agjërimin, bëje faljen, bëj veprat e mira të tonat, sebeb i madhi Zot që të na mëshirosh në këtë botë dhe në botën tjetër. Ditën e gjykimit i madhi Zot na bashko me pejgamberët, me njerëzit e sinqert, me devotshmit e me dëshmorët. Na mundsoj madhi Zot në ditë që të jemi nga ato që ti i ke siguruar dhe jo nga ato që i ke dënuar. I madhi Zot, lutemi shumë që në ditën që do të dalim përpara teje ti kemi të pranuara të gjithë veprat e mira dhe të falura gjithë mëkatet tona. O Zot, na mundso në atë ditë që veprat të jenë të shumta në peshoren e mbar të krahut djathtë. Lutemi i madhi Zot që libri i jetës na vi nga e djathta, nga koha dhe mënyra që do t'i vi njerëzve të devotshëm. O Zot, na mundso ta kalojmë urën e siratit sa më shpejt dhe veprat e mira na mundsojnë që shpejtësia të jetë e madhe. O Zot, na bën nga banorët e xhennetit Firdeus, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Qofse jemi nga banorët e xhennetit, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, më i madhi, më i miri, të qofshim fal. Amin, amin, amin. Amin. Dhe me këtë lutje kaq të bukura, mbyllim podcastin e sotëm dhe inshallah shihim podcastin e ardhshëm. Inshallah. Selamu alaikum, Allahu ju rujt gjithëve. Aleikum salam.